E përshëndesim njërin Flamur, se do të kemi më pas Flamurin tjetër, këto emrat vërtet shumë domethënës, por imagjinoni ta kesh emrin Flamur, e kupton që para 50 viteve Merita në Kosovë. Ke pas probleme natyrisht, ndërsa t'jep edhe një përgjithësi më shumë, të bën më patriot, patjetër, siç na tha edhe Flamur Grabovci, trajneri, por ne tani do të shkojmë në fushë Kosovë, te një tjetër Flamur. Shpresojmë që kemi në fushë Kosovë, nuk e di se kemi ndoshta kemi duke udhëtuar, por e kemi. Po e shoh, është pozicionuar, është duke rregulluar aty kamerën. Ky në fakt është trajner, por është trajner futbolli. Po, një majicë mjaft interesant me Flamur dhe të shkuar vitin 1912. Mirë se erdhe. Përshëndetje. Përshëndetje Flamur. Përshëndetje protestën. Ku e ke marrë bluzën? Në statimentorit të gjithë stafit ju. Faleminderit shumë. Këtë bluzë ku e ke marrë, more? Sa e bukur. Këta e kam ble vjetë kur kam shku me po Shqipërinë kundër Spanjës në Gjermani. Kur ullo janë të zëllar. Sa e shet? Bëj shaka. Jo, nuk e shes. A e huazon? Veç jo, as me huazu, veç me ta blenje. Ose me ta protipje. Faleminderit shumë, Flamur. Kushta ka vënë emrin, Flamur? Nga ke marrë emrin, kushta ka vendosur emrin? Emrin ma ka vendosur Bobi. Në vitet 84 atëherë kur kanë lind, ishte ju, si që dim krejt, ishte kohë dhe vështirë, po ishte dhe vështirë për me ta vendos emrin Flamur. Një rast kur ma ka tregu, kur ka shku për me ma regjistru emrin në komunë, atëherë e kam pyet edhe a është Flamur i serbëve apo i shqiptarëve, se kishte qenë koha e vështirë. Edhe, jo se që dëni atëherë, o konë mjaft shtirë edhe t'ju përgjigjesh në ashtë edhe në këtu pytje. Por, baba jem i ka thonë, na si komuniteti jonë atëherë, shumë e thonë, si jam e Flamur, për ka të Flamur i jonë. Të mjaft probleme kështu të lashe, kur kem shku, kur kem pas ndëherë punë për komunë, kem pas të lashe. Mirë, po besoj që ty të ka sjell gëzime përkundër telasheve që ju ka sjell familjes, ndoshta sepse mosha jote pak më e re. Absolutikisht, unë jam krenar dhe se boj këtë emër. A je patriot? A të ka shti emri me u bo pak ma patriot? Se sa bashkë moshatar? Jo, jam patriot, po edhe qikën e kom patriot. Edhe qikën? Qysh e ke emru qikën? Qikën e kom emru Hana. Hana. Shumë emër i bukur. E pse po thu që qikën e ke patriote? Po, e shoh se ka dëshirën çdo herë, pyet për Adem Jasharin, pyet për Shqipërinë, pyet për thujse gjithë historinë. A ja spjegon me krenari, po? Po gjithsesi. Po tash ti e peshe edhe janë dol shumë sane në rrjetet sociale që edhe vetëm sot vjet të duhet poshtë sane. Mu duhet ma spjegoj. Domthonë është sa që na shtave na, nëse nuk ja interpretojmë, ata veç për mësojnë. Flamur. Edhe ku me marrë me mësu gjana tilla. E në familjen tënde të madhe, është në një emër tjetër, qoftë motër, kushëri, vlla, emër kështu taman shqiptar ose patriotik? Jo. E kem kështu amra. Ti e krenaria, me emrin. Unë jam krenaria, po. A ke ndonjë rrëfim tjetër interesant, çuditshëm ndoshta apo diçka që ndan nga eksperienca jote jetësore që lidhet me emrin? Me emrin. Me emrin, po më ndoshta me ta tregu pak një rast kur gjatë luftës, domthonë kur veç kur ishmi duke u shpërngul. U shpërndojshmi do të afërmit këtu në Fushë Kosovë, edhe na ndoli policia. Isha me babgjyshin e dojve të ndjerë, edhe po në nolin, po në i lypin letë njëftimet. Tash, ato pja lypin njëftimi mu, tha te, letë njëftime, thash, unë nuk kam. Tha, si e ki emrin? Tha, Flamur, thash, Flamur. Tha, tha te, pas kene emrin, tha, që ditë shumë. Edhe babgjyshin tha, me ty kem punë, tha, po, me ki djallin, tha, kem punë, do të qojmë për mja ndru emrin, edhe mja bu letë njëftimin. Kjo ishte një, se thënë, histori pak. Po, por shpëtove vetëm e kaq, domethënë. Po, shpëtu.
me Dhe pas. Merita Flamuri, ky Flamuri ka drejtuar pikërisht një skuadër të Fush Kosovës, pikërisht shumë mirë. Kam një informacion nga një mik i përbashkët nga kapiteni i skuadrës, nga Taha, që ti më duket don ta lesh të skuadër, a është lajm i vërtet apo qarkullon kështu? Dhe mos e le, se kam dëgjuar që ka dhënë një shumë kontribut të madh për skuadrën e futbollit të Fush Kosovës. Po, të shohmi tash edhe rrethonat, veç jem përfundim të sezonit të dy lojë, edhe të shohmi se apo ndreqet situatën e klub, apo po vazhdon të jetë ashtu si është, sepse nuk mund të qëndrojmë në këtë situatë se çush jemi. Ka ndonjë emër aty përveç se keni lojtar të huaj, kam dëgjuar. Ka ndonjë emër kështu nga këto Flamur, nëntor në skuadrën e futbollit? Nuk kemi diçka me emër që lidhet me histori. Okej. Mirë, faleminderit shumë. Edhe të përshëndesim, punë të mbar. Edhe jetof gjatë ashtu siç jeton edhe emri yt. Faleminderit shumë. Faleminderit për ftesën. Ju uroj një ditë të mbarë. Faleminderit. Faleminderit.